që në 90-91, familjarët e mi, i mat, halla, kanë bërë përpjekje. Sepse ai ka qenë në burgun e Burelit. Kështu është, ashtu kanë besuar familjarët. Kanë shkuar dhe i kanë thënë që të gjithë të Burelit janë varosur tek vendi ku është ndërtuar më vonë fusha e sportit. Kështu që s'mbetet punë për të bërë. Kanë marrë dhe, kanë lidhur, kanë bërë një var aty ku ishte gjyshja, kanë bërë një var të ri, kanë vënë dy, sot e kësaj dite janë dy fotografi, është gjyshja dhe gjyshi, dhe ajo qese me dhe është futur aty në formë simbolike për të pas një vend ku të mos harrohet emri, fytyra. Unë vetë, në vitet punoj atëre me Kombët e Bashkuara, shkoj në Burel edhe isha me makinë, se nuk kam qenë dhe kollaj e transportet, ndërkohë i mati ishte aktiv dhe në përgjithësi nuk ka qenë një person që i dinte përgjegjësitë e veta, i merrte. Dhe kur i hapja si bisedë thoshte po merrem, mos u shqetësoni, po merrem unë, ishte dhe vllai i madh. Megjithatë mua më ngacmonte, më ka ngacmuar gjithmonë kjo temë, gjithmonë. Çdo lloj pune kam bërë aktivitet kjo temë më ka mbetur në një cepsusi e pa zgjidhur. Edhe kam shkuar, kam parë se burgu është funksional sot e kësaj dite, po gjithsesi jam futur në atë atmosferë. Kam parë familjar që prisnin, kam menduar që aty ka qenë familjarët e mi. Kam hyrë dhe brenda, kam pas emocione shumë të forta. Edhe aty më shtojnë që mos u lodhni kot se janë tjetërsuar varezat e burgut etj. Nuk është se kam besuar që mund të gjendet sepse ishim demoralizuar, na ishte thënë që nuk do gjendet kollaj dhe është tjetërsuar. Megjithatë për mua akti i shtetit që kërkon, një shtet me fytyrë njerëzore, më qetëson. Një shtet që nuk e kërkon, mua më tremb. Si familjare, si qytetare. Edhe dua të them që edhe përpjekja që bëja për të gjithë të tjerët, më dukeshte që isha okay me veten time. Paktën një shtet që kërkon është më mbrojtës për mua. Kur kam ardhur në autoritet një dosjeve, më ndodh her pas here që dëgjej grinca të vogla të familjeve, të përmendura të gjyshit etj. Është shumë interesante. Di tashti kush ka qenë avokati i mbrojtës, ka qenë avokat Dilo, edhe gjej rastin t'i falenderoj, edhe nuk kemi bërë mjaftueshëm për avokatët të cilët ai sistem, siç ishin duke mbrojtur viktimat e pafajshme, i persekutuan si bashkëpunëtor në kryengritje dhe janë të tërë të edhe Dilo vetë ka qenë klientin e Maliqit. Pastaj kanë pasur kalvarin e tyre, duhet gjejmë patjetër kohë që t'i ngrem dhe duhet bashkëpunuar me shoqatën e avokat, me dhomën e avokatisë që ato ta ndërtojnë një moral të ri, duke i vlerësuar ata, duke filluar një erë, ka pas avokatë të tillë. Besoj që ka qenë vlera e Timati dhe këtu jam shumë e sinqert. Ai na ka edukuar shumë të pranojmë që njerëzit mund të jenë të dobët, shoqëria njerëzore sado që përpiqet ka mijëra vjet. Nuk është se do mbrin ndonjëherë perfeksionin, është betejë midis mirës dhe të keqes që është brenda nesh, brenda shoqërisë. Duhet të pranojmë edhe humbjen, pa humbur vlerat tona. Ka dashur gjithmonë që ne vetë mos i mbajmë shpresat tek ringjallja e të shkuarës. Në raport me pronat është bëni punën tuaja, këto mi lini mua, po erdhën mirë, po s'erdhën prap mirë. Por ka qenë shumë i qartë në atë, nuk na e ka ngjallur retjen, nuk na ka ushqyer me lukë të zbrazët kuptimi që do vi një kohë e shkuar dhe tash çdo gjë do kthehet siç ka qenë, jo. Na ka drejtuar nga e ardhmja, kështu për këtë jam shumë falënderuese, është një mesazh që dua t'ja jap rinis të kthejnë faqen. Edhe shoqërisë, kush vjen aty kene dera është e hapur, vinë plot familjar shumë të nderuar, është një kënaqësi sepse ka nivel shumë të lartë përgjithsisht. Edhe vinë mosha të ndryshme, vjen dhe rini. Ajo që mesazhi them, më vjen keq çka ka ndodhur, është një gjë e tmerrshme, e pamerituar, por do të parë përpara